që shumë prej njerëzve në shumë raste nuk janë gjendje mi arsyetu edhe hoxhallarët, edhe ata që mundohen me mësu dinin atyre, ata të cilët kanë do kohë, janë largu prej familjeve tyre, kanë qëndru pa babë dhe pa non, pa vlezër dhe pa motra, kanë bo hargjimet ndaja në për tokat arabe, i kanë thy gjujnë të tyre të natën, i kanë pri sytë të tyre duke në qëndru gjithë natën në për libra, gjithat mund që e kanë dhonë me arme të mësu ty dinin Allahut, për një qështje edhe më të vogël, janë gjendje edhe me ty me u hidhrua dhe mu armisu, ani se ti je aj që ja ke mësu dinin, ani se ti je aj që ja ke mësu fjallën e Allahut, sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku me ditë sa vite ti ke shpjegu, ja ke mësu ati rrugën e shejtanit që të largot prej ti, ja ke mësu shirkun edhe kufrin që të ruhet prej ti, ja ke mësu bidatet që të largot prej tyre. Me gjithat, një gabim edhe maj vogël, apo ndoshta edhe nuk ka gabime, janë gjendje me u hasmu me ty, nuk ka arsjetim për ty, në disa sytë e disa njerëzve. Imam ibn Mubarak, rahimahullah, thot, muslimani mirë është ai i cili kërkon arsjetim për vllaun e ti, e munafik është ai i cili kërkon tmetat e vlezërve ti. Ka njerëz që i kanë marrë dylbit edhe menzi presin ku do të gabon dikush, vjen edhe ngon ligjeratën, nuk e ngon me përfitu, e ngon ku ki me gabu ti me t'i gjithë gabimet, e merë edhe librin e lexon, nuk e lexon me përfitu, po e merë edhe shikon mos po gjenë dhe një gabim. Munafik janë ata të cilët i përcjellin tmetat e njerëzve, i përcjellin gabimet e njerëzve, e sidomos gabimet e hoxhallarëve, që në këtë kohë shumë prej hoxhallarëve nuk shpëtojnë prej gojave të muslimanve. Filan hoxha e ka për karierë, e filan hoxha e ka për pasuri, e filan hoxha nuk ka edukat, e filan hoxha nuk e një akiden, e filan hoxha e kështu me radhë. E kur të merren në përkam hoxhallarët, kush ka me rujt dinin? Ti ke me rujt dinin kur hoxhallarët merren në përkam, kur ata që mundohen me pasu sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me ja u përcjell atë muslimanve, nëse ata nënçmohen, nëse ata përbuzen, nëse ata merren në përkam, kush ka me rujt këtë din? Kush ka me ja u përcjell njerëzve dinin? Ti i cili je shumë larg, i cili nuk ke njohuri as shumë një përqindje të vogël afër atyre, ati ki me rujt këtë menhegj, ki me mësu njerëzve dinin, kur ata mo nuk kam vlerë, e kur t'ju hum vlera hoxhallarëve, atëherë edhe kur t'këshillajnë ata, ti nuk je në gjendje me pranu, nuk je në gjendje me marë mësim prej tyre, e kur t'bjen hoxha prej syrit tanë, atëherë ti mo nuk ki mundësi me përfitu. E a ka njeri i cili nuk ka gabime, a ka njeri i cili është perfekt, është i përsosur, qofta edhe hoxh, a i cili kërkon hoxh perfekt, pa as një gabim, a i kur s'ka mundësi me përfitu prej hoxhallarëve. Po të njëjtën kohë edhe a i cili kërkon xhamat perfekt, xhamat pa as një gabim, a i kur s'ka mundësi me afru musliman të afër vetit. Edhe hoxhallarët kanë gabime, edhe xhamati ka gabime, po me gjithat duhet të arsyetojmë njëri tjetrin. Wallahi nuk e kam për veti, unë dështa jam hoxha i fundit që kam fillu me thin rrugën e Allahut, po shumë hoxhallar që janë më të mëdhej, edhe shumë hoxhallar që janë më ditur, kur të merren në përkam, atëherë kjo është fatkesi për neve. E shumë prej njerëzve akuzojnë edhe xhamatin, apo i kundërshtojnë hoxhallarët në emër xhamatit. Pse? Se xhamati jot po ban kështu, e xhamati i tij po ban ashtu, e kush është në gjendje gjithë xhamatin e tij me pas ashtu si don ai. Njëri prej njerëzve më thot, ki kujdes se filan xhamatlia nuk është i edukum, edhe ai tjetri nuk është bash në rregull. Tha moti filan, ti sa djemi ki? Thot vallai e kam një djalë. Po ku është ai djali yt?
pse nuk peshojmë xhami djalin tan? Thot po nuk kam çka i baj. Ti nuk je në gjendje djalin tan me eduku si duhet, nuk je në gjendje djalin tan me prun xhami, e kërkon prej hoxhës me eduku 53 apo 503 edhe me qenë gjithë ashtu si duhet. Djalin tan, një djal nuk je në gjendje me e bo si duhet, pret me u bot gjithë trit pa gabime. Nuk ka mundësi, po me gjithat duhet mundohem t'i zbusim zemrat edhe të arsyetëm vllaun ton. Ndoshta ne nuk ja dim arsyet, po ndoshta ajte Allahu ka arsye. E sidomos hoxhallarët të cilët nuk janë gjendje çdo herë me dal mu arsyetu para xhamatit. Nuk mundet hoxha për çdo sen me dal me tu arsyetu. Vallai kështu kam qenë filan vend, ose kam qenë i smur, ose s'kam pas mundësi, ose kam pas për qëllim ndryshe kështu me radhë. Mos prit çdo herë me tu arsyetu njerëz, po mundohu me i arsyetu ata për hir të Allahut subhanahu wa